Temperaturat e larta të javëve të fundit, mungesa e reshjeve dhe rritja e konsumit të energjisë elektrike po reflektohen drejt për drejt në kaskadën e Lumidrin. Prurjet në liçenin e Fierzës kanë rënë ndjeshëm duke detyruar korporatën elektroenergjitike shqiptare të mbështetet edhe te importi i energjisë për të garantuar furnizimin gjatë sezonit veror. Sipas të dhënave nga salla operative e ECI të Fierzës, prurjet mesatare aktuale janë vetëm 35 metra kub ujë në sekond, ndërsa niveli i liçenit ka zbritur në 292.16 metra mbi nivelin e detit. Rreth 4 metra më pak krahasuar me mesin e muajit qershor, kur kuota ishte 295.88 metra. Aktualisht në punë është vetëm një agregat, ndërsa 3 agregatet e tjerë mbahen në gatishmëri. Prodhimi ditor i energjisë në Fierzë është rreth 110 megawatt për orë, çka tregon një shfrytëzim të kujdesshëm të rezervave ujore në kushtet e prurjeve të ulta. Situata aktuale tregon se në mungesë të reshjeve dhe me vijimin e temperaturave të larta, menaxhimi i rezervave ujore dhe importi i energjisë do të mbeten faktor kyç për garantimin e furnizimit të pandërprer me energji elektrike në vend.